Mirë se erdhët të dashurior në Letra Trofej, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës apo javës që vjen për ju. Leximi është fokusuar gjithçka në të ardhmen apo për të ardhmen. Letrat që kemi transformimin apo rilindjen, vdekjen ndryshe. Kemi 2 të kupës. Kemi mbretreshën e shpatës dhe kemi 6 të monedhës dhe një letër oracle që është baza e leximit. Një lidhje që duket si dashuri, por në fakt të mban të lidhur. Mund të jetë një situatë, nuk është patjetër dashuri. Të dashurior, unë të them fatmirësisht, ndoshta e mendoni për momentin fatkeqësisht, por fatmirësisht kjo është një fund i madh. Një kapitull përmbyllet, një lidhje nuk është më si më parë, diçka po shkon drejt përfundimit ose ndryshimit të fortë mes jush apo në këtë situatë. Nuk është opcion, është proces që është duke ndodhur. Pasa vjen 2 të kupës, është lidhja, ndjenje forte, lidhje emocionale, tërheqje reciproke, ka pasur dashuri apo ka qenë një situatë e lëvërdishme për ju në fillim, që nuk do të thotë vetëm dashuri, ose të paktën një ndjenjë reale. Dhe këtu vjen kthesa. Mbretresha e shpatës, kjo është e vërteta që pret qartësi e ftohtë, vendim pa emocione, vendosje kufish. Kjo le të thotë duhet të shohësh këtë lidhje me logjike, jo vetëm me ndjenje. Dhe hyn realiteti praktik 6 të monedhës, është ora. Kjo është pabarazia. Njëri jep më shumë, tjetri merr më shumë, balanca nuk ekziston. Dhe ora tregon, kjo situatë ka vazhduar shumë gjatë kështu. Dhe tani mesazhi më i fortë i gjithë këtij leximi. Nuk është thjesht dashuri. Kjo është varësi emocionale. Nuk ndihesh mirë pa atë person, ndihesh sikur ke nevojë për të qenë i plot apo e plotë, e toleron pabarazin vetëm që të mos humbasësh këtë lidhje apo këtë person apo këtë situatë, që nuk do thotë patjetër dashuri. Dhe kjo është arsyeja pse transformimi, vdekja, po ndodh. Një lidhje pra që po shkon drejt fundit ose ndryshimit, që nuk do të thotë patjetër fund, por që do ndryshoj diçka thelbësore. Sepse edhe pse ka ndjenja, duhet të shohësh me qartësi dhe ftohtësi, sepse ka pabarazi të madhe, të gjatë, dhe në thelb është varësi emocionale. Pra këtë dashuri apo këtë lidhje apo këtë situatë nuk po e mban vetëm dashuria, po e mban frika për të mos qenë pa të. Dashuria e vërtet të dashurior nuk të lidhë, të liron. Nëse të mban në peng, nuk është dashuri, është absolutisht varësi. Pra, që nga këtu do të filloni të shikoni ndryshimin e kësaj lidhje, e kësaj situate, që të largoheni, të mos jeni të varur nga askush dhe nga asgjë.